Babai im i ndjer ka qenë antar shumë vjeçar i shoqërisë Xhadin Zeqiri. Edhe mund të thuhet lirisht edhe një nga udhëheqësit. Përpara se ta shpjegoj të merrem me këtë çështje, ta them që kam qenë edhe si fëmijë i lidhur me muzikën, pasi që në shtëpinë tonë është kënduar përveç se në ahengje të ndryshme, shokët e babait tim të ndjer shpeshherë mlidheshin tek njëri tjetrin dhe këndonin këngë qytetare, këngë popullore. Në fakt e kam të mbjellur prej si fëmijë këngën e bukur shqipe. Mandej na merrte nëpër koncerte të ndryshme të muzikës popullore, të muzikës serioze, na çonte në balete, në Shkup, në filharmoni, që edhe ne nuk ishim edhe të vetëdijshëm se çka është ajo, por ai kishin në plan që edhe mua dhe vëllaut tim të na mbjell dashurinë për muzikën. Për atë arsye muzika ka qenë gjatë gjithë jetës pjesë e pandashme e ime dhe e familjes sime. E sa i përket babait tim, ai shumë vite ka dhënë kontribut në shoqërinë Xhadin Zeqiri, ka qenë një nga udhëheqësit e shoqërisë Xhadin Zeqiri, veçanërisht në seksionin e dramës. Edhe përveç neve si fëmijët e tij, ai aty ka udhëheq ose ka afruar shumë edhe fëmijë të tjerë. Dhe atë periudhë i mbaj mend edhe dramat për fëmijë, Agimesha Ngujuar në Shtat Shpella, Ariana, incizimet e klubit të fëmijëve të lumtur në televizionin e Maqedonisë, e shumë aktivitete të tjera ku ai ka qenë figura kryesore. Dhe me kalimin e kohës e tani e shohim peshën se çka do të thonë një prind t'i udhëzon jo vetëm fëmijët e tij, por edhe fëmijët e tjerë të merren me art dhe kulturë, dhe kështu u rrit një brez i tan. Por merita për këtë punë nuk ka vetëm prindim sigurisht, po ka gjithë ai brezi i tij, të cilën dikush merreshte me folklorin, dikush me muzikën, dikush me pikturën, dikush me artin dramatik, e kështu që qytetit i jepni një farë lloj ngjyre qytetarie që ne sot e shijojmë më shumë në aspektin institucional, sepse para viteve në vitet 90, shoqëria Xhadin Zeqiri ka qenë institucioni i vetëm, do të kisha thënë, kulturor në qytetin e Tetovës, ku ka qenë edhe ajo dritarja e hapur ose dera e hapur e vetmja, po ku ne kemi mund të tregojmë talentin ose kemi bë aktivitetin tonë.